إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Të gjitha falendrimet, lartë madhrimet i takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka devijues për të, dhe kush me vetë dëshirë zgjedh rrugën e devijimit, nuk ka udhëzues për të përpos Allahut xhalla shanuhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij i fundit. Paqja, mëshira, bekimet Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, ju kujtohet që xhaman e kaluar qëlluam në ditën e 12 të muajit Dhulhijhe dhe folëm lidhje me atë që jeta e besimtarit në jetën e kësaj bote është udhëtim. Është udhëtim përmes kësaj dynjaje drejt ahiretit, cilin Zoti i lartësuar e ka caktuar për neve. Dhe gjatë këtij rrugtimi e që e shëmbëlluam edhe me çështjen e haxhit, për të cilën haxhit kur nisen për rrugë në ato vende të shenjta për ta përformuar haxhin, një ritual madhështor të fesë tonë, e përmendëm atje ajetin e Kur'anit ku Allahu i lartësuar i porosit besimtarët, duke i thënë: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Kur niseni për haxh, përgatituni për rrugë. E ta dini që përgatitja më e mirë është takvallyki, është devotshmëria me të cilën e kaloni atë rrugë. Rrjedhimisht të ndruar vëllezër besimtar, kjo është edhe porosia me të cilën Allahu i lartësuar vazhdimisht na është drejtuar neve për jetën e kësaj bote. Për arsye se kjo jetë në cilën jetojmë, thamë që është udhëtim. Me këtë jetë që jetojmë ne në jetën e kësaj dynjaje, ose e fitojmë ahiretin ose e humbim atë. Prandaj Allah i lartësuar po ndalim edhe ta shikojmë me vëmendje, ta meditojmë Kur'anin famlar, librin e Zotit. Po ti meditojmë me vëmendje gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim që tërë porosia e Zotit fuqiplot, edhe tërë porositë e gjithë profetëve pas tij kanë qenë pikërisht kjo, që njeriu vazhdimisht me pas takvallyk, me pas devotshmëri, me qenë vazhdimisht në fokusin e tij në Allahu i lartësuar. Në një hadith që e transmeton Muadh ibn Jabali radiallahu anhu, e përmend që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herë kishte thënë: "Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Me këtë hadith, duke na shkurtuar rrugën dhe duke na japur formulën me të cilin duhet jetojë secili besimtar në jetën e kësaj bote. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ki takvallyk, ki frikë, respekt ndaj Allahut të lartësuar kudo që t'jesh." Thot edhe të keqen që ki vepru, me njëherë pasoje me një të mirë. Thot edhe me njerëzit sillu me një moral të lartë. Me njerëzit sillu me edukat të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast kur Xhibrili alayhis salam erdhi tek ai, edhe e pyeti për Islamin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja përmendi dhe ju përgjigj që Islam, domethënë, mi thon shahadetin, mi deklaruar se nuk ka zot tjetër që meriton mu adhuru përpos Allahut një. Edhe se Muhamedi alayhis salam është robi i dërguar i tij, i fundit. Pastaj tregoi që është falja namazit, është agjërimi, është dhënia e zakatit, është shkuarja në haxh për ata që kanë mundësi. Thatë, kur ju përgjigj, kjo është Islami. Po kur e pyeti për imanin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj se besimi, imani, thot, është me besu, domthonë Allahu një, engjëjt e tij, librat e tij, pejgamberët e tij e kështu me radhë,
6 kushtet e besimit. Por në fund kur e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me trego se çka është ihsani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "En ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ta adhurosh Allahun lartësuar sikur se e ka sheh. Mirë po, edhe nëse ti nuk je ka sheh Allahun lartësuar, dije se ai është ka të sheh ty. Edhe realisht kjo është edhe ajo është një formulë tjetër me të cilën besimtari duhet të jetojnë jetën e kësaj bote. Haxhilert, të cilët tash janë nis disa prej tyre, disa janë kabuar gati veç mu kthy në vendet e tyre, në shtëpiat e tyre, tek xhiri i tyre familjar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur foli për çështjen e haxhit, tha për haxhin i cili pranohet, për haxhin i cili është kryer çu duhet dhe i pranohet tek Allahu i lartësuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit. Kurse në një rast tjetër, kur folin lidhje me çështjen e haxhit, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për haxhin i cili kryhet, domethënë pa fol fjalë të dyta gjatë saj, edhe për haxhin i cili kryhet duke i shmang vazhdimisht gjunave. Ky haxh pra i cili kuptim tjetër i hadithit, një haxh i tillë i cili kryhet edhe njeriu i shmanget gjunave, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kthehet sikurse në ditën kur e ka lind nëna. Don i falen gjitha mëkatet. Ashtu ditën që ka lind nëna pa asnjë mëkat, i pastër, pa asnjë gjuna. Kështu thot kthehet edhe haxhia i cili ju ka pranuar haxh i tillë në cilin nuk ka fol fjalën e dytë dhe nuk ka bë don mëkate. Mirë po, a do të thonë që pas përfundimit të haxhit të ndruar vëllezër besimtar, kur besimtari kthehet në shtëpinë e vet, është domthonë mi pasat vetë besimin e tij që tashtit mu Allah i lartësuar më ka fal këtë mëkatet, tash edhe po bëj çka du, edhe mi pasat si vetë besimi që munal tashtit unë për vetje sigurova deri në xhenetit, edhe tash të këqyr kush është më gjunaqtar se sa unë edhe të mirëna me gjunat e tjerëve. E që realisht ndruar vëllezër besimtar, nuk ka njeri i cili nuk ka gjuna. Kullu ibn Adam khata. Çdo bir i Ademit është gjunaqtar. Mirpo gjunaqtari më i mirë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili pendohet. Secili prej neve jemi gjunaqtar. Jemi të prirën për më harru. Jemi të prirën për mu tregu të ligë përballë gjunave, përballë mëkateve, përballë situatave të ndryshme. Edhe priremi që merrani për gjunat caktune. Mirë po, shpesh ai vetbesimi edhe ajo egoja jon, madje edhe shejtani jon na bën që mi mendu veten që jemi të mirë edhe tash të marr me gabimet edhe me gjunat e tjerëve. E që secili prej neve thash jemi gjunaqtar, mirë po ne mësohem, jemi gjunaqtar selektiv. E kemi disa gjuna të cilat na vijnë ma vështirë milon, edhe priremi për mi arsitu, ndërsa kur e gjojmë një gjuna tjetër që neve Allah i lartësuar na ka lehtësuar që më smërana gjuna të tillë, po shohim dikon tjetër duhet bëhet gjuna, më një herë kritikojmë atë tjetrin. Më një herë nalem edhe e drejtojmë gishtin tek ai duke harruar që janë 4 gishta tjerë që i kemi këtu nga vetvetja jonë. Në sens pra kërkush nuk shpëton prej gjunave. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na porositi tha, keni frikë Allahun lartësuar kudo që t'jeni. Pa marrë parasysh në gjendjen në cilën jeni. Pa marrë parasysh veprat të cilat i keni bërë, qofshin të mira ato apo të këqija. Pa marrë parasysh nivelin e fetarisë në cilin jeni. Ittaqillah haythu ma kunt. Edhe ç'kjo devotshmëria le të përcjell vazhdimisht në jetën e kësaj bote. Veprat e mira të cilat i bën, ki frikë edhe dro tek Allahu i lartësuar se vallë është Allah i kënaqur me ty për ato vepra që i ke bërë. Vallë aty ka pranuar Allah i lartësuar ato vepra të cilat i ke vepruar. Vallë a më skamet diçka tjetër më shumë që është dashur të bëj nuk e ke bërë. Vallë a ki pas qëllimin kur ki bëhat vepër të mirë të caktune për cilën Allah i lartësuar ta ka qelë derën për mi bëhat vepër të mirë. Vallë a ki pas në mendje edhe në jetën tënde për hir të Allahut të lartësuar apo ki pas qëllimin që të tjerë më thonë mashallah sa besimtar i devotshëm edhe sa besimtar takva. Me njëherë në porosin tjetër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke e ditë natyrën e secili prej neve, thot wa adbir sayyi'at al-hasanata tamhuha, thot edhe të keqen gabimin që e ke vepruar, me njëherë pasoj me një vepër të mirë. Për arsye se thot kjo vepra e mirë që e bën mas ne, shpresohet që ta fshin gabimin dhe gjunajin që e ke bërë. Pra, hadith shpresdhënës, në rastet kur bën një gjuna, mes rri çatu munal. Tërshiti koma, urdzove, tërshiti goja, fole, të shkoj menja për keq, të shkoj dora për keq, e bone një mkat, një gjëna, edhe e bone këta vazhdimisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot vazhdimisht, sa herë që të bën gjëna, vazhdimisht pasoj ato me një vepër të mirë.
Mesa shpresën në mëshirën e Allahut lartësuar. Se nuk i dihet thotë se çajo vepra e mirë shpresohet me ta fshi gabimin e gjinajin. Sigurt që më bëj gjinaj. Sigurt që më mundu gjatë këtë jetës që më mundu më bëj njëri më takva në fytyrën e tokës. Edhe sigurt kemi pas cytet e shejtanit. Xhuman e kaluar e përmendëm që kur Ibrahimi alayhis salam shkoi mi fliu djalin e vet Ismailin, Iblisi erdhi edhe dashni mi cyt edhe mi tundu për mi përmbush atë vepër madhështore Ibrahimi alayhis salam. Mirë po Ibrahimi alayhis salam çka boni e gjujti me gur. Po ashtu shkoi tek Haxheria, po ashtu shkoi edhe tek Ismaili. Njeriu më i devotshëm në tokë. Njeriu i cili kret jetën e tij prej fëmijërisë e deri në moshën 90 vjeçare që mendohet sipas disa dietarëve, kur ja japi Ismailin alayhis salam, kret jeta e tij devotshmëri edhe përkushtim ndaj Allahut lartësuar. Edhe megjithatë nuk ishte i sigurt. Vazhdimisht Allahu i lartësuar e mësonte se çish më mbroj për intrigave të shejtanit. Lanetullahi alayhi. Wa adbir sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Keqen që e ki bo, me njëherë paso me të mirë. Po edhe në rast se ki bo në i vepër të mirë, me s'tin vetë janë qepë. Se ma vështirë është veprën e mirë cilën e ki bo mirujt pastaj, se sa vetë vepra mirë. Allah i lartësuar është ai i cili t'inspiron për mi bo një vepër të mirë. Thumma taba alejhim liyatubu. Allah i inspiroi ata që të pendoheshin, prandaj edhe ju masne kur u pendun, Allah ju pranoi pendimin. Allah i lartësuar është ai i cili të ka jap pasuninë për me japti sadakën rrugën e tij. Allah i lartësuar është ai i cili të inspiron edhe ti frym ndërgjegjës tonë që ti me jap për hir të Allahut lartësuar. Edhe Allah i lartësuar është ai i cili ta pranon sadakën. Mirë po nuk është testi jon, krejt sprova jon është masi që kemi bënë një vepër të mirë. A dojmë mirujt që ata me jetët tona, me qëllimet tona të pasërta, apo kemi na hi vetë janë qep, edhe dojmë i shit mand dikujt tjetër. Pas prosis u adbir sayyi'at al-hasanata tamhuha, edhe të keqen që ki bëu pasojë me një të mirë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Edhe me njerëzit sillu me një moral të lartë, me një moral të mirë. Me një hadith tjetër thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se çka është ajo e cila më shumë i fut njerëzit në xhenet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ajo që më shumë njerëzit i futen në xhenet është takvalliki, është devotshmëria para Allahut lartësuar, thot edhe sjellja e mirë, sjellja me moral të lartë. Ndës besimtar nuk mundi me gjetë në historinë asnjë njeriu devotshëm, asnjë pejgamberi, as pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as shokëve të tij që kanë qenë devotshëm, që kanë qenë shumë më takva se sa na, cilët janë krenuar me veprat e mira të cilat i kanë bërë. Po secili prej tyre e ka pas dert faktin se çish kam i dal Allahut lartësuar përpara. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ju tregoi shokëve të vet, ju tha që kërkush nuk keni me hinë në xhenet me veprat e juaja, mirë po keni me hinë me mëshirën e Allahut lartësuar. I thonë ja Rasulullah, a as ti thot asune. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kam hinë në xhenet me veprat e tij, mirë po me mëshirën e Allahut lartësuar. Muhamedi alaihi salam kur i përgëzoi shokët e tij, disa prej tyre kur i përgëzoi për zgjalljen me xhenet. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, as-Siddiq. Në momentet e fundit Ebu Bekri derte ka pas mënyrën se çish kam i dal Allahut lartësuar përpara. Omer radhiyallahu anhu ai që janë trem shejtant prej tine. Muhamedi alaihi salam i thot Omerit, "Për çfarë ty ka pehec, shejtant të ndrojnë rrugën." Çfarë devotshmërie ka pas Omer radhiyallahu anhu. Mirë po në momentin çastet e tij vdekjes, momentet e fundit, edhe pse e ka ditë që Allahu i lartësuar, nëpërmes Muhamedit alaihi salam e ka përgëzuar me xhenet për zjalli, në momentet e vdekjes Omer radhiyallahu anhu e thirr djalin e vet, Abdullah ibn Omerin, shkakçyr vet interesoj se vallë me se kom emrin të munafikat të hipokritat. Në çastet e fundit vdekjes sine. Uthmani radhiyallahu anhu derte ka pas atu vallë e meriton mëshirën e Allahut ditën kur del para tine. Ali radhiyallahu anhu po ashtu. Krejt njerëzit të devotshëm derte kanë pas për veprat e tyre se cilat i kanë vepruar, vallë Allahu i lartësuar i ka pranuar apo jo. Vallë që kanë mi dal Allahu i lartësuar përpara. Elusim Allahun fuqiplot që më na bëj të devotshëm. Elusim Allahun fuqiplot që mes me na jap vetë besim të atill i cili na mashtron, e që është vetë mashtrim në sens, por lutim Allahun fuqiplot që sa herë na mundson me bëni vepra të mirë, me na mundsu mirujt atë, me qenë devotshëm edhe mundu që mi pasu veprat e mira me të mira. Po në rastet të cilat nganjëherë na rrshet koma dhe bëjmë gjëna, bëjmë gabime si pasojë të keqes tonë dhe si pasojë të ndihmave të shejtanit, lutim Allahun fuqiplot që më na jap forcën e besimit, forcën e zemrës, që pastaj ato veprat që jemi pasu me veprat mira, që Allahu i lartësuar pastaj më na pranu pendimin edhe më na bashku gjithëve në xhenetet e të larta e kullu ma tasmiun wa sofrullahi li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër besimtarë, përsëri falenderojmë Allahun për çplot, përshëndetjet, bekimet i adresojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në Kur'anin famlar, Allahu i lartësuar vazhdimisht na udhëzon edhe na mëson që gjuha jonë vazhdimisht të jetë e lagur me përmendjen e tij. Mirëpasi përmendje që përmendja e Allahut i lartësuar të jetë e lidhur me zemrën tonë. Pra vazhdimisht përmendeni Allahun e lartësuar. Për arsye se kjo është ajo që vazhdimisht ta kujton Allahun e lartësuar dhe është shkak për takvallykin edhe për devotshmërinë. Përveç përmendjes së Allahut të lartësuar është edhe istighfari. Mi kërku Allahut falje edhe mi u pendu atij për gabimet edhe gjërat që i bëjmë. Ibn Kaimi rahimahullah e përmend edhe thotë që Allahu i lartësuar na ka treguar neve njerëzve që ne si krijesa jemi dopt. Madje disa prej gjuhëtarëve arab kur përmendin fjalën insan, që edhe ne e përdorim në gjuhën shqipe insan për njeriu, thonë një prej kuptimeve që përmban fjala insan është edhe el-uns, është ligësia, që njeriu është i prirur më koni lig, mu ligështu përballë sprovave, edhe mu ligështu përballë disa mëkateve dhe gjunave dhe mëra në to. Thot Ibn Kaimi thot njeriu në Allah i lartësuar e ka kriju që është i dopt për nga natyra e tij. Mirë po edhe për shejtanin kur të flet thot që edhe shejtani është i dopt, është krijesë e dopt. Inna kayda shejtani kana dhaifa. Thot vërtet intrigat, çytjet e shejtanit janë të dobta. Prandaj thot Ibn Kaimi, thot kur njeriu ballavaçohet me shejtanin, edhe është në luftim me to, me çytjet e tij, me vezveset e tij, thot Allah i lartësuar, thot prej urtësisë e kalon që kur dy dopt kacafyten, atëherë është e nevojshme që aty me ndërhyj dikush më i fortë. Thot prandaj Allah i lartësuar e ka mësuar Muhamedit alayhis salam dhe na ka mësuar gjithë neve që kur shejtani cyt, fastarid billah. Kërkon mbrojtje tek Allahu i lartësuar. Kërkon mbrojtje prej tij. Lutje atij që Allah i lartësuar me të përforcu në rrugën e drejtë, edhe lutje Allahut të lartësuar vazhdimisht që Allahu me ta pranoj pendimin ton. Lutje vazhdimisht Allahut të lartësuar që me të fal edhe me të përmirësuar. Në një ajet kuranor, "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu." Thot Allah i lartësuar, edhe ata të cilët kur e veprojnë një vepër turpshme, një mëkat, "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum", ose i bojnë zullum vetvetes tyne me gjuna dhe mëkate, e ngarkojnë shpirtin e tyre me gjuna dhe mëkate. Thot dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Në ato momente thot e kujtojnë Allahun e lartësuar, edhe i kërkojnë Allahut falje, thot Allah i lartësuar, "Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." E kush është ai i cili i fal mëkatet përpos Allahut të lartësuar? Kush është ai i cili ja pranon pendimin robit tij? Me tregu që dera e pendimit është e qenë. Deri në momentet e vdekjes, deri në momentin kur ja dorëzon Allahut të lartësuar shpirtin, nuk e ke të sigurt sa çysh kimë përfunu. Prandaj lidhja jote le të jetë vazhdimisht me Allahun. Vazhdimisht në qendër vëmendjes tonë le të jetë Allahu i lartësuar. Gjërat që i ke bë, mos e shpresën asnjëherë se Allahu i lartësuar nuk t'i fal. Padyshim që Allahu i lartësuar t'i fal gjërat dhe mëkatet e tua. Po dhe në anën tjetër, mos u mburr me veprat e mira edhe mos urato, se nuk i dihet se cila vepër e mirë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që ittaqilla ruajini zjarrit xhenamit në fakt çoft edhe me një gjysmë hurme. Edhe çat vepër vogël mos e ndërso se nuk i dihet, ndoshta një vepër shumë e madhe që ki bën në jetë qëllimi jot ta ka zvogëluar sytë e Zotit. Mirë po një vepër shumë e vogël që ki bën, mirë po një jetë yt ka qenë fisnik vetëm për hatrin e Allahut lartësuar, bovakia që çajmë peshu shumë në peshojen e Zotit fuqiplot. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa likulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة